me fal namazin e gjenazës dhe me sjell të varezat dhe me varos. Për ta kuptu një mesazh shumë të rëndësishëm na që jemi gjallë. As kush prej neve për midhes ka me mbet. Pa marr parasysh kush çfarë pushteti ka. Pa marr parasysh kush sa pasuri ka. Pa marr parasysh kush sa është i njohshëm dhe ka famë. Gjithë ata një ditë kanë mu ballafaqu me melekul mautin, me melaqen që ja merr shpirtat njerëzve, sepse çdo gjë që ka fillimin e vet, e ka edhe mbarimin e vet. Thot Allahu i madhishëm, kullu men alejha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Krejt çka është e krijuar ka për të shkatru. E do ngelet veç madhnia e tij dhul jalali wal ikram. Ai që është madhështor dhe është fisnik.